Pamja që Boshini i takon zonës Velipojës, Grykderdhjes Bunës, ma qoj një gazetar nga Shkodra Mirsadi për të treguar se çfarë tmerri ka ndodhur mbas stuhisë javës kaluar. Dhe nuk është pamje vetëm në zonën e Shkodrës, është në të gjithë Bregdetin shqiptar. Dhe e dini pse? Sepse lumejt për arsye të rrebeshit dhe rrëmbimit nxorrën në Bregdet të gjithë plerat që hidhen buzë lumejve të Shqipërisë. Nga lindja në perëndim, nga veriu në jug, është një katastrofë ambientale që e shohim për ditë me sy. Është tur për ne, është tur për secilin nga ne që Shqipëria të ketë një pislëk edhe mbetje të tilla, të cilat derdhen det apo kudo. Është jeta e secilit nga ne, ju bëj dhe njerë thirrje se kjo nuk zgjidhet as me qeveri as me bashki. Kjo zgjidhet me ndërgjegjësimin e gjithë secilit në radhë parë, që mos hidhni plerat në lumej, buz prenjve, buz rrugës, se të gjitha rikthehen në shëndetin tuaj prap, me ujrat nëntoksore, përmes daljes ndete rikthehen prap, le që u turprua me gjithë Europën. Ju lutem.